2021 ka ndodhur 3 procedime. Po procedimi ndodhi përpara se sa të fliste Ahmeta apo pas? Shiko, procedimet kanë ndodhur kur është denoncuar nga Partia Demokratike. Dhe procedimet kanë qenë në zyrën e SPAK-ut. Edhe në kohën e Arben Krajës dhe tani në kohën e Dumant. Ajo që ju duhet ju bëjt të çuditeni, prandaj unë e them me fakte konkrete, është si ka mundësi nga 2021 kjo dosje është zvarritur. Çfarë pritej nga kjo dosje që duhet të kishte bërë një hetim të thelluar që të kuptonim që të kjo dosje përfshihet zëvendës kryeministria, ministri e infrastrukturës. Po pse mos vallë është një mashtrim? Se duhet ta dinin. Po jo, neni 258 të kodit penal ka 2 paragrafe. Në paragrafin e parë dënosh me 1 vit, në paragrafin e dytë dënosh në maksimumin në 5 vite. Në pabarazi në tendera. Ju mendoni se një ministër është antar komision në pabarazi në një tender? Jo. Një ministër mund të bëjë korrupsion, një ministër mund të bëjë ndikim të palishëm, një ministër mund të bëjë shumë veprime të tjera dhe shpërdorim detyre, dhe pse ti si prokuror që është regjistruar në 2021 vjen sot në 2025 edhe merr edhe bën një kërkesë të tillë mas sigurie, ose më mirë, jo mas sigurie, por një procedim penal edhe direkt e çon të pandehur dhe nuk e çon tek masa e sigurisë. Nuk ju duket e çuditshme ju? Mua shumë. Po përveç kësaj, juve nuk ju duket e çuditshme që ai prokuror thotë që ky ministri më që ka e dyshuar në këtë vepër penale. Pse duhet ta çojë direkt të pandehur edhe mbyll hetimet dhe nuk shkoj në parlament të jem i qetë me veten time, jo do e mos të merret mas sigurie ndaj asaj të arrest në burg, arrest në burg apo arrest në shtëpi, ose detyrim paraqitje, sepse unë jam i vendimit që edhe me detyrim paraqitje duhet të shkojmë në kuvend. Por pra avokati ju po thoni pse Meta u arrestua edhe pastaj që gjendeshin provat, ndërsa në këtë rast Balluku provat ishin aty, po thjesht i mbanin dhe i zvarritshin. Sepse është edhe kjo, që pse nuk shkon ti të kërkosh kërkim në parlament për heqjen e imunitetit, plotësisht, pra çfarë do të thotë? Të del një provë zotëri, në moment, u thua duhet shkoj të kontrolloj telefonin e saj, shtëpinë e saj gjitha, si ta bëj këtë? O nuk e bëj dot tani. Se duhet kaloj në parlament të marr autorizim, se është deputete. Pra, Balluku mund të shkarkohet nga zëvendës kryeministre, mund të shkarkohet nga ministre, po nuk shkarkohet dot nga deputete në rast se ajo nuk zgjedh që edhe të japi dorëheqjen që të hiqet nga kjo e drejtë e imunitetit. Pra, këto që unë po ju parashtroj tani, duhet të shikojmë me pikpyetje, jo të besojmë SPAK-un, SPAK-u i famshëm, i drejtësisë, i moralit, pra të gjithë ne që kemi hajdut, ata që kanë 20 atje shenjtor, sikur ne ata janë kisha, ne jemi djalli, ata në xhami jemi djalli. Por jo, mashtrimi publik është ky. Pra, filloi 2021 procedimin. 22, 23, 24, 25. Po qa, i dhe mandat qa, 4 vite për qa e mbaj aty procedimin penal. Po atëherë u gjetën prova. Po jo, se jo, të këtishti tek pabarazia, ti sa po hapate procedurën, të dalin provat. Por te Balluku nuk ekziston prova zotëri. Se ajo nuk është antare komisionin. Pra kualifikimi i veprës penale është mashtrim. Ajo duhet o të jetë proceduar për ndikim të palishëm, o do jetë proceduar për shpërdorim detyre ose më mirë për keq menaxhimin të fondeve publike, ka një nen tjetër 135-a, ose mund të jetë akuzuar për korrupsion. Por pabarazi në tendera, jo zotri, nuk e pranoj këtë mashtrim publik. Po pse e kanë bërë? Sepse e kanë bërë që të japin një mesazh të qartë që te grupi Veliaj, që shiko, a këte e proceduam në këtë gjendje, se ka një prokuror tjetër, por ne duhet i themi socialistëve, shiko, edhe Velia, edhe Balluku janë të proceduar.
Tani nuk ka rëndësi të balluku është pa mas të Velia është me mas, por shiko që steka është rrit shumë larg. Pra ky është mashtrim për socialistët dhe për ata që i bëjnë fresk spakut. Dhe këtu duhet kemi kujdes. Pra zotri, e ke 2021-shin, merr mas dhe e çon të panderu në 2025-ën, kjo çfarë quhet? Gjëvënie, nuk quhet, se kështu e kuptoj unë. Ose kuptoj ndryshe. Pra të mbaj unë ty nga 2021 deri në 2025 zvarr, e ti duke e ditur që ke ardhur dhe ke dëshmuar atë te mua, edhe unë nuk kam ngalë në konkluzion të parin që në procedura e dhënies së ndërtimit të lejes së X të çfarë do të shpirti, nuk e kam kuptuar, do të thënë që kam buf. Kështu është në aspektin njerëzor. Tani, shkojmë te rasti tjetër. Pse nuk i